Eraldo Gjejo Ngeli i vrarë nga një tjetër 14 vjeçar në fshatin Pirk të bashkisë Maliq pasi Enejdio Guri e goditi për vdekje me thik. Bashkë me autorin e krimit u arrestuan në kohë edhe babai dhe xhaxhai i këtij krimi si bashkëpunëtor të ngjarjes. Para 2 javësh, gjykata e apelit në Tiranë liroi nga burgu babain dhe xhaxhain e Enejdio Guri duke i çuar në arrest me shtëpi. Vrasja e dytë e djalit 14 vjeçar e kanë cilësuar të dy prindrit që flasin për herë të parë për median. Gjykata të vendos drejtësi me dorë në zemër, gjyqtarët të mendojnë si për fëmijët dhe nipërinjtë e tyre. Sot po e pësojnë fëmijët që janë të edukuar dhe të pafajshëm. Fëmijët e edukuar po e pësojnë nga fëmijë si Enejdio Guri, shprehen prindrit e 14 vjeçarit. Para disa ditësh marrin vesh që i kishin liruar nga burgu. Po vrasja e dytë për ne nuk ka, dje kisha, kishin besim në drejtësia, ato po nuk. Ne kam hequr atë besim. Edhe nuk e di, folëm edhe pak me prokurorin më përpara se ashtu që e morëm pak veten, edhe tha, u lirua kishte bërë ankinim prokuroria, se prokuroria faktikisht kishte kërkuar burg. Neve kërkojmë drejtësi. Kemi folur me avokatin dhe na ka thënë, nuk ka marrë as përgjigje asgjë. Domethënë as vendim pse i ka liruar këta prindër që kanë, nuk e di. Të shkatruar më shumë se qish. Domethënë, gjykata i lirovi apeli nga Tirana, ndjen keqardhje për këta dhe nuk mendon domethënë për një fëmijë që iku. Edhe ai njësoj me në ndjen dhimbjen, ndjen mungesën e vllajt. Të tretë shkatruar jemi, pa tjetër. Kërkojmë drejtësinë, i vetmi ngushëllim për ne, pavarësisht se Eraldi tonë nuk kthehet më, i vetmi ngushëllim është drejtësia. Domethënë nuk mund të rinë si pa gjatë keqe në shtëpi, babai dhe xhaxhai i autorit.